E tani është koha shikues të dashur të nxom për një intervistë krejtësisht ndryshe. Hira Home Collection me biznesin e saj ka treguar që është lider në koleksione të reja, në prurje të reja dhe gjithçka sa i përket perdeve, tepijave, roletave që na i kemi çdo ditë. Janë pjesë e përditshmërisë tonë dhe shumë shpesh bëjmë renovime të ambienteve tona, qoftë të punës dhe të shtëpisë. Pra, koleksioni i ri tash po prat, themeluesi do të na tregoj shumë sa i përket sfidave, sukseseve, vështirësive, po e ka prek pak edhe temën e konkurrencës. Në vazhdim do mund të njiheni me themeluesin e Hira Home Collection. Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo hap. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzëqesh më shumë, ndihu më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzëqeshja juaj, pasioni ynë. Kur renovohet një ambient, gjëja që kushtojmë rëndësi është dhe interior designer. Hira Home Collection sjell zgjedhje moderne dhe cilësore të perdeve që japin çdo ambienti pamje më të bukur. Me përkushtim në detaje dhe stil rinor, ky biznes është kthyer në një zgjedhje të besueshme për klientët. Në këtë reportazh do të njiheni më afër me punën, idetë dhe përkushtimin e atij personi që qëndron prapa këtij biznesi. Hira Home është një biznes i cili funksionon që afërsisht 6 vite, do të thonë tash që shpërbën 6 vite, ku operojmë me këto produkte të rreth shtëpisë, do të thonë perde, tepija, mbulesa, për shtretër, pastaj shtretër, dyshek, edhe gjëra tjera, sikurse grillja të brendshme, zyreve edhe të ambienteve tjera. Por si erdhi ideja për këtë biznes dhe pse pikërisht Hira? Hira është vajza ime, e madhja. Home është gjithçka që lidhet me shtëpinë, edhe kena gjetë një përshtatje ku pyetja që ishte rreth familjes ose rreth ndihmës familjes, po ka ndikim të madh gruaja, fëmijët, pastaj edhe vllau është si bashkëpronar i kësaj. Kështu që sidomos te puna e montimit te klienti ose te prezantimit në terren, gjithmonë mundohemi me shku
që bojna për klientin, dhe më thonë, gjithmonë e bojna me marrëveshje tina, po edhe nëse këto janë punë dorës gjitha, edhe nëse ndodh rasti kur edhe e dështojmë ose me thonë kështu në gjuhën popullore ja huqim masa, atëherë gjithmonë i rrinë mrapa, edhe nëse është në pyetje me shku 2 herë, 3 herë te klienti, na prap e bim punën tamam që na marrë vesh te klienti. Do të thonë që kjo na karakterizon neve tu unis për faktit që çdo klient për këto 5 vjet, do të thonë asnjë rast se kena pas ku klienti është do i pakënaqur ose ka ardhur edhe na ka qortu për punën cilën e kena bërë. Hira Home Collection me 2 pika në kryes qytet. Ata më tutje mendojnë se në të ardhmen do zgjeron edhe me produkte të tjera. Zjadini rëndësi të madhe i kushton stafit që sipas tij duhet të jetë i përkushtuar. Fatmirësisht dash këtë punë të u interesu ku pas kohe të e përvecu sa më shumë, dhe më thonë, unë personalisht i bëj gjitha punë sa i përket perdës, prej prerjes, qepjes, sekurosjes, vendosjes, kapsave e pastaj edhe montimit e klienti. Gjë e cila e ka lehtësuar shumë punën tëmë për shkak që edhe ku pas kohë, dhe jo vetëm gjatë orarit punës, po edhe jashtë orarit punës, kur kem porosi ose kur kem kërkesa më të mëdha, dhe më thonë, i punojmë edhe jashtë orarit punës. Një prej arsyeve pse është dashur me u marr, do të thonë edhe duhet ku pas kohë të mirë me gjitha punët, është pikërisht mungesa e stafit profesional. Sepse jo vetëm të one, po në Kosovë në përgjithësi, do të thonë puna e stafit është goxha e sikletshme, sidomos në kohën e tashit. Duke qenë pjesë të rinit, e dim që sfidat janë të mëdha. A i ndoan me shikuesit e në Zoom disa prej momenteve interesante në terren. Një prej përvojave që më kalon shumë përshtypje dhe e cila ka ndodhur që më ka pru një sukses që aty për aty se kam imagjinu, është me një zoj, sepse kryesisht puna jonë është me zoja, sepse natyra e punës është e tillë, e cila ka tentu me ardhë me bleni perde, cilën kur kam shku në aty dhe kam po gjatë vizitës se ka dashur me marrë dhe 2 ansore dekorative, mirë po gjatë inspektimit, si me thonë se gjatë matjes, e kam pa që ka pas perden shumë të mirë, mirë po ka dashur me bën një perde tjetër të sistemit amerikan, tash që thuj se shumica e perdeve po qepen në atë formë. Mirë po, unë i kam propozuar që ta mbon atë perden e njëjtë, vetëm ta sjelli këto ose ta marrim na, ta kthejmë në sheret ose në sistem amerikan dhe ta shfrytëzojmë edhe për një kohë më të gjatë. Do të thonë, interesi jonë këtu ka qenë me kursy klientin në farë forme edhe me bë punën e njëjtë. Pastaj, pas 2 vjetë, si për çudi, përveç familjarëve që ka rekomandu ajo kliente, na ka ofruar një punë me një hotel në Gjermani që ka qenë vlera aq e kënaqshme saqë na punojmë ndoshta me 2 muaj ose 3 muaj edhe s'muj me arrit me bën një punë të tillë. E po, deri këtu e sollëm muhabetin, sa është vlera më e madhe që Hira Home e ka shit kohëve të fundit. Vlera është e kënaqshme si biznes, do të thonë na ofron një mirëqenie, na ofron një standard të mirë të jetesës, kështu që jam i kënaqur derisa edhe me vijen e qarkullimit edhe me klientelin. E sidomos të punë e klienteles ku ditë e ma shumë që shtohen, do të thonë shtohet klientela, shtohet ai prezantimi jo përmes neve më, po përmes klientëve ku secili klient i cili ka ardhur dhe ka marrë produktet e ne, do të thonë spaku i ka rekomanduar 4, 5, 6 ose edhe 10 klientë tjerë, kështu që unë edhe për profesionin që kam, do të thonë që jam ekonomist, e di që reklama më e mirë është face to face, që thonë ose kur dikush prezanton produktin tonë pa prezencën tonë. Themeluese ka një porosi që duhet patjetër ta dëgjone. Arsyeja pse duhet me na vizitu klienti ose duhet me qenë na prezent gjatë mobilimit shtëpisë, sikurse
që thashtë dyshekt, perdet ose tepijat, është për arsye që ne i rrim punës mrapa gjithmonë në çdo kohë, pastaj një prej misioneve që kam unë personalisht edhe stafi janë shumë të kujdesshëm gjatë prezantimit, gjatë afërsisë me klientin, e sidomos te puna e termineve që në Kosovë është shumë i dështuar puna e terminit, mirë po ne gjithmonë marrim afat 3, 4 ose 5 ditë te klienti, po gjithmonë jemi, domethënë, sozat të afateve. Për ndryshe, Hira Home Collection ofron të gjitha modelet ku janë në trend me risi si në ngjyra, ashtu edhe në cilësi, që të jenë më afër klientit, nga se misioni dhe vizioni ky që Hira Home është një klient i kënaqur.